Mes luleve shumëqyrshe, atmosferës festive dhe gëzimit të fëmijëve, Shkodra për 4 ditë me radhë përjetoi festën e luleve që kulmoi këtë 6 maj. Qyteti që I ka kushtuar mbi 150 këngë luleve, në çdo bahçe apo dritare të shtëpive ka plot ngjyra dhe aroma. Luleborën, karafilat, trëndafilat e shumë lloje të tjera lulesh që I kultivon plot pasion. Iliriana Hoxha është një prej atyre që prej 30 vitesh ditët e saj janë mes luleve e që sot I ka pasion dhe profesion. Pëlqejnë, se janë të bukura, I kam pas gjithmonë me marak, prep dhe të vazhdoj, ma tepër kena lulet që kena pas gjithmonë. Karafilet e Shkodrës, Luleboren, lulet e vjetra shumë, kena lulen Metelikon, Zemiranen. Rrugët e Shkodrës gumëzhin nga atmosfera e fëmijëve që mes këngëve, poezive dhe talentit të tyre shprehen dashurinë për lulet. Dita luleve është një ditë që është plot gëzim edhe hare. Mu pëlqejnë lulet sepse sjellin ngjyra edhe gëzim edhe ajër të pastër për natyrën. Këtë biçikletë që po shikoni këto e kemi paraqitur të gjithë nxënësit, kemi marrë pjesë të gjithë dhe ka dalur një vepër e mrekullueshme. Kjo festë e ripërtëritjes festohet plot gjallëri dhe jetë, ashtu siç është mesazhi I kësaj dite. Qytetarët ndërsa mbajnë në duar buqetat e luleve, tregojnë lidhjen që kanë me to. Është kënaqësi që ne si çdo vit jena pjesë edhe këtë vit e festivalit luleve, se kështu do të quhet festival, me shumë ngjyra, me shumë atmosferë, me është një emocion, është përgjegjësi e madhe. Jam rrit në Shkodër, një obar këdaja im ke gjyshja muka, tanë lulet, gjithë llojet e luleve. Masanaj unë kam vazhdu për biologji dhe në kopshtet në shkollat ku kam punu, kam rrit në kopshtin në kantin biologjik tanë llojet e luleve. Përmes kësaj atmosfere, Shkodra ka nisur marrëdhënien e re me natyrën, e cila çdo 6 maj lë pas dimrin për të pritur plot ngjyra dhe aromë pranverën.